Fatmir Xhafaj zgjodhi të presë disa ditë përpara se t'i përgjigjej publikisht refuzimit të SPAK-ut për ta pritur në një vizitë ashtu quajtur monitoruese. Sot nga salla e Komisionit Parlamentar që ai drejton, ish-ministri i Brendshëm foli gjatë për kompetencat e kuvendit, për dialog institucional dhe për praktika parlamentare, duke tentuar të shfaqë forcë politike përballë një institucioni që po heton edhe deputet majorancës. Edhe pse pa e përmendur drejt për drejt emrin e drejtuesit të SPAK-ut, mesazhi ishte i qartë dhe drejtuar për Klodian Braun. Xhafaj u përpoq të relativizojë refuzimin e SPAK duke argumentuar se mbikëqyrja parlamentare nuk përbën ndërhyrje dhe se vizitat monitoruese janë praktike konsoliduar. Normat dhe praktikat parlamentare nuk e shohin kurrësi funksionin kushtetues të mbikëqyrjes parlamentare, si monitorim të institucioneve të pavarura dhe sidomos ndaj veprimtarisë së tyre, dhe ndaj nuk kanë as pak karakter ndërhyrës të çdo natyre qofshin ato. Vizitat monitoruese janë një praktike konsoliduar parlamentare edhe në legjislaturën e kaluar, u shpreh Xhafaj në mbledhjen e Komisionit për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale. Por pikërisht këtu qëndron paradoksi dhe shqetësimi. SPAK është një institucion i pavarur kushtetues, i ngritur për të tetuar korrupsionin e nivelit të lartë dhe krimin e organizuar, përfshir politikanë dhe deputet. Në këtë kontekst, insistimi i një komisioni parlamentar për vizita monitoruese ngret dyshime për kufit real mes bashkëpunimit institucional dhe presionit politik. Xhafaj këmbguli se komisioni që ai drejton e ka të sanksionuar në ligj kontrollin parlamentar dhe se ky kontroll sipas tij shërben për bashkëpunime jo për ndërhyrje. Shqipëria është republikë parlamentare, ku vendi në ushtrimin e kompetencave të tij kushtetuese shërben edhe si hapësirë e dialogut institucional, deklaroi ai. Por faktet flasin për një përplasje konkrete.